Edhe sot ka vazhduar furnizimi i shkollave të komunës së Gjakovës me lëndë djegëse. Shkolla do të furnizohen me 3 lloje të lëndëve djegëse në varësi të sistemit të ngrohjes me të cilën ato funksionojnë, qofshin me naftë, dru apo pelet. Sa u përket shkollave në qytet, ato sot janë furnizuar me naftë dhe në këto institucione arsimore nga hëna e javës që vjen dukshëm pritet të përmirësohet situata, kurse shkollat në përfshatra ka ditë të cilat janë furnizuar me dru. Pas shumë brenkave të cilat e kishin kapluar sektorin e arsimit sa i përket ngrohjes së shkollave, tani siç duket situata është e kaluar. Drejtori i shkollës së muzikës u shpreh i lumtur pas furnizimit me naftë, me që sipas tij instrumentet muzikore të kësaj shkolle kërkojnë një temperaturë stabile dhe furnizimi i parë prej 3000 litrash naftë siguron vetëm një pjesë të dimrit, me që ngrohja e shkollës kërkon deri në 12000 litra naftë, gjë për të cilën do furnizohet këtë dimër.